Përshëndetje të dashur shikues, kudo që jeni edhe po na ndiqni. Para se të nisim emisionin, që do të jetë edhe i fundit për këtë sezon, dëshiroj të uroj të gjithë besimtarëve musliman Kurban Bajramin. Korriku gjithashtu është muaji kur rrugët e qytetit e Kosovës marrin krejt komplet një pamje tjetër. Gjithandej gjallëri, e nostalgji, e shumë dashuri. Janë bashkëdhetarët ata që shtojnë begatin dhe atmosferën. Prandaj, pikërisht sot, do të flasim për kontributin, rolin dhe lidhjen që kanë ata me vendlindjen. Ndërsa mysafiri im special për sot është një artist i veçantë, me një zë shumë të fuqishëm, i cili edhe do të na performoj live. Por, muzikë të mirë, atmosferë, si për herë, do ta kemi edhe nga Enilda, edhe orkestra ATV-s, me të cilit nisim e do ta përmbyllim këtë sezon, e këtë emision, e si gjithmonë. Po ashtu, në anën tjetër e kemi Cufën, me recetat e tij që jep ngjyrë e shije të dielës, e që mbi të gjitha e kemi personazhin më të veçantë. Faleminderit shumë. Një personazh në vete, Cufa. Si çdo të diel, pra shikues të dashur, edhe sot në pjesën e tretë do ta përmbyllim me sfidën e çifteve, të cilët po ashtu vijnë nga diaspora. Pra, na pret një pasdite e bukur, ashtu siç edhe e don Rendi. E nisim me muzikë edhe Enildën edhe orkestrën e ATV-s. Valso, vals, ti e ho. Unë se kënaj mirë, në nuk e kënaj mirë, e Nildën e kemi... Që me njerë me kritika me mëngjes. Me njerë. Regjia, në reqi flok tjetërënon, qiton, po... Staj Anisa, me njerë, në reqi flok, s'pëdo kësh mirë.
Okej, Meron, si kemi me buzqesh sot gjithë ditën, kemi muzik live, kemi Bajram. S'ka lidhje që shdokët. Edhe Cufa ka po Bajram, sot. Cuf, te e ki qëtë ditë. Jo, nuk e ki vetë sot, kjo e ka fest qëtë ditë. A vitri, a Bajram, a qka do e ka kjo ditën. Hej, qëtë si ju lutem të gjithve, ju përshëndes krejtve, kush jeni mrapa kamerave, edhe shikuj se dashur nëse ndëgjoni ndë një zhur ma aty këtu, mrapa skenës, na jemi shumë gjallë, edhe dëgjohemi, edhe unë s'këm qef me thonë kështu. Qaj edhe na bën me qanë. Qetësi, se nuk na ndëgjojnë shikusi. Okej, Cuf, apo mdo këta kini frizur të re? Po, se më ka zvoglu krytë. Si kom qetë flëk dje. Tash ma si është Bajram, tash dhe të mu qetë, s'ka qore njeri po qetë. Bre, Cuf. Pse dikush më tha, jo pse pijek flëk, jo 300 moja, po tash vera, djetë që dhe të mi pos flëk të ma shkurta dhe ma letë i mirëmbojnë. Qka je tu përzi? Vlerën jem të e përzi, si që përshijet, kam Oreo në dorë, keksa Oreo kom marë, edhe pe heki këtë kremin e barë që e kom rena. Do me thonë, veç pak, a ka na janë bëllësir për sota? Po, tash Bajram e kena. Qa ka ndodhë, Cuf, qa ka ndodhë? Diqka ka ndodhë, të isha ola ajer. Po, sot kom vendosë la vlerë me bo një ambëlsin, edhe ane e kena pjesën tjetër, kena me bo lazanje me pasta, pene pasta, po pasta e spjegojmë ato. Kena për një recet që kena me bo me Oreo cake, nevojitet kokos, rreth 100 gram kokos, një sheste, dikon 4 lugë një sheste të misrit, Oreo, dikon rreth 600 gram Oreo. Jo, vala s'pëndzoven, regjia më të shpësillësh. Këto e kena buterin vlerë, une ma herët e pota në furë, e shkriva, dikon 200 gram është edhe kjo. A di pse përi pak lash, se po tut nana i fije flokë. Okej, s'ka problem, po unë edhe prapi hopi qytë edhe njëra para se me bo, kështë që jam i kujdeshëm. Tjetër, këto keksa që i kemi bo qitash, do me thonë në fund kena me përshëndet me përcjell, me përshëndet kekun me nektarina, këmë përzjedh, edhe me portokall. Kena mi blu keksat, kjo është aj kalëpi që kena me shrytzu për Si loj cheesecake unë ajsen? Po, sepse këto tani, kur ftofët, kena me zhvendos piktuit edhe me prej në copa. Ndërsa, mase veç po sillesh hera një herë knej, kena vendos këtë pjesën tjetër me bo pene lazanje, dhe në tonë nuk është që kena bo në herë. është sikur se lazanje, po ka magdanëz. Mla me menu kështu pene lazanje. Do më thonë është një recetë... Une, ju rastisht shikus të ashtu, këmë thonë që Cufa është personazh. është një qep, magdanëz, soja sos, sos domateve, hudrën, rreth 1 kilogram misht blum, pene edhe vaj ulliri. Ndërso kashkavallin e kena në frigider me maj stof që më sanë zi. A ma qëtë një ujt lost kam? Po, veç edhe ti, para se me ta qitën një ujt luta mami do palom ati fshidurt. O, që... Mirjarë këta këten, palomat bora, i kemi këto. Fshidurt. Edhe unë e fëpi një lëngë, para se me i fshidurt. Një lëngë natural, 100% natural. Dita nuk njës ndryshe. Edhe unë një uj rrugove me pi për shëndet, për shnet. Për shnet. Nalë të këthej mirë... Që? Kështu vlerë. Edhe Cufa nuk më bjenë gotë korë. Po, masi është e qelqet. është e qelqet, kjo e din që është e preferumja ime. Une vlerë ndështë ta kësha shku me qitë këto ka dole, apën? Për deri so... Do me thonë me perfeta, sot orez nuk kemi. Ju që ma qitë ndërmena, apeshe. E qumsht perfeta, sigurisht perfeto përdor, ose qitja pak pashtet. Po gjithësisht, po leti pashtetën, qëre qumshtin ku e kom për kekun, që arruva me përmen. Do me thonë është qumshti perfeto, e kemi edhe ojkën, a përdoret ojkën? Ojkën kena me përdorë në lazanje. Do të dy produkte të perfeto si kemi, që kena me bo me produktin perfet. Sot paske shumë punë, Cuf, sa senin e paske përveç perfeta, pashteta, oriz, perfeto qumshte, ajk, gjithat mirat se të nëmi bos për bajram, po bajroni që shtet. Pije natural, do me thonë e ke stër ngarku
këtu tavolinën, edhe plus me 2 lloje të ushqimit. Si për Bajram. Me thonë, 2 lloje bjen edhe me desert. Une nuk kam kohë cuf shumë këto me fol, për arsye që e përmenda në fillim fare që të kemi një zë shumë të ushqim. Opa, hajde për lo me fol. Shumë bre, është legjende gjallë. A është legjende gjallë? Ha? Të më thonë, shikus dëshër, ju kom dëshmitare dhe juve, është legjende e gjallë. Une ja nisi me fol, me prezentu një tëftuar shumë special që kom sot në Djela Vjola. Në Djela Vlen, kjo shkon e lëshon... Ta është ja bojnë një muzikë. Po paka shumë si rock bohet, hajtë? Rock muzikë. Mundohen që taroj, zërin që... Jo, kohën që dhe me thonë paka shumë e keni kuptu, ftoj në kuzhinë pari, pastaj në pjesën kryesore të studios të Djela Vlen, mentor Hazirin. Vetëm një heti mendo për mua, gjithë jetën tënde afër do më kesh, edhe një heti, jo mos më thuaj provo të më ndjesh. Vetëm një heti mendo për mua, gjithë jetën tënde afër do më kesh, edhe një... Mirë se erdhe mentor. Është knatësi që të kemi në Djela Vlen. Faleminderit shumë për ftesën. Është dëshire ka motshme për me qenë pjesë, por që e kemi zgjedhur që ta përfundojmë sezonin me një artist si ty. Ku të kemi o vlla? Faleminderit që... Qysh pikalën të Djelat? Mirë shumë. Zakonisht Djela më gjenë maleve më shumë, kam qef me dalë natyrë, se sa me nejtë në qytet ku jetoj aty, kështu që Ferizaj ka afër malit shumë, edhe një prej përparsive që kemi dikom për 10 minuta je... 20 për shemë. Cufën vete për aty që i dik me hapa, e pas ke shok këtu cufën për me dalë me ecë maleve. Kjo e përzin ka njerë me biциklete. Edhe me bicikletë po ashtu edhe kome... Po, besoj ka njerë cufa, me bo me gjithë na ikon me kërë, i thot hajtë, po vi me ty që ne, veç ti bëj do fotot mreqna që të fanë. Shto pirat. Jo, po bëja i gare, se cufa e ka dëshmu, se ka qenë shumë i plotë dhe tashmë është shumë fit, për ndryshe. Preferencat të tua në kuzhinë, për diri sa e ke një jetë shëndetshme, pak të njerë njavë mundohesh me dalë, se jo, edhe kjo është njeri mundohet pak me jetu ma shnetë shumë, sa po i kushton rëndësi ushqimit, se po kesh? Po kesh se zakonisht është ritmi biologjik, ka njerë që neve na pengon, që do mos po flasë për ne që mirën muzikë, zakonisht natën është puna, jo inspirimi, jo kanga, jo studio, gjithmonë ndodhin hagjatorëve të natës dhe duke prish këtë ritmin biologjik, ne pa tjetër se kemi me ju nënështru dietave të këqia, mendoj. Se në qëfëse flenë ditën humbët... Mëngjesit, humbin ushqimet kryesorit të ditës. Por, si dhe që tjetë unë mundohem... Pyte, apo në uj, apo të në langë? Uj. Dyja. Uj. Uj rrugove. E pipsh për shmenë. Uj ma shumë për shkak se edhe në këto ditë të nxehta du të me pi uj ma shumë, me u hidrue, sepse dehidrohemi shumë letë. Kështu që mundohem, edhe pse, po të kalzoj drejt, normal na jemi rrit me kuzhinën tonë mesjetare, sidomos kuzhina në Kosovë, gjithë shka ka të bëj sillet rreth brumit, kështu që tek ne... Sidomos e Djela. Po, sidomos e Djela. Që nis me llokuma, me mëngjes. Prandaj po them që tek ne fatkeqësisht Perandëria Osmane sot që ka shish me kuzhinën e vet, e ka kogja të ndryshme, e ka kogja shumë me brumra dhe ne kemi trashëguar se rezultate e historisë. Po flas se ka kogja dallim mes kuzhinës tonë, që kemi trashëguar në Ballkan dhe kuzhinat që kanë në Evropë dhe në shtete tjera. Paka shumë përgjithësi Ballkani thuaja se njëjtë e kanë ushqime. Është pak më e ndryshme, po. Edhe buka është, brumi është involvuar. Edhe pa bukë s'ka me hungër. S'ka hungër. Pa e nxyn long bukën. Orez me bukë. Edhe pse kena orez na prap me bukë. Edhe pse kemi patate prap me bukë. Këtë me thonë. Jo, nuk është as edhe italian për shembull pasta kur servojnë kur kanë qenë në Venedik. Po, ta servojnë me bukë pastën. Shumë është interesant. E çena pastë çtu jena mat kulturun. Pastë me piroj me bukë. Bile na do këto vendim pastat pa bukë. Përse pastat kineze. Po, mentor, sigurisht, a kishe veçu do një ushqim të nanës, ose diçka që ti e ki aromën tënde të ushqimit, ku do që shkon?
Zakonisht ushqimet tona tradicionale të kuzhinave nanave tona të njëjta, në krejt shqiptarinë kemi njëjta. Çuditërisht edhe në Shqipëri kuzhina është e njëjtë, përveç disa jufka ju thonë, disa pasta që i bojnë ata. I përdorin edhe shqiptarët e Maqedonisë, gjithashtu. Po, për ndryshe edhe në kuzhinën e Shqipërisë, dhe më thonë, nanat shqiptare bëjnë ushqimin e njëjtë. Unë kom mendu që flinë e bëjmë që këtej, po bëtë gjithë kanë për Shqipëri. Kështë gjitha ushqimet që i banë nana em këtë rast, është ushqimi gjitha nanave shqiptare dhe si ushqimi nanës nuk ka, për shkak se ushqimi dhe kuzhinjere edhe në qëfë se nuk e banë me pasion, kur nuk deli qishëm. Edhe ushqimi është një shprehje që ushqimi duhet me hongër me dorë, jo me piron, sepse shijon ndrysh. Hajet e një ushqim, për shembull haja aty keni biskut, merre me piron, e she, a shijon nuk kanë faj arab që me tregishta. Me tregishta është shumë interesante, dhe me thonë kjo kulturë është edhe jashtë dëmonë ki shumica e restoranave që janë aziatike apo persiane që janë për botë, shumica shkojnë hajnë me dorë. Ose me kapse të drurit, po përpara mjetet e ushqimit kanë qenë të drurit. Edhe janë ma të shnetshme, dhe kjo. Që na e kemi rrotullu botën, po shihet me Covid. Është shumë interesant puna e kuzhinës, po flasëm për chopsticks. Gjatë kohës dhe perandërisë Osmane, për flasëm ma herët se perandërisë Osmane, dhe në kohën kur rruga Pambukut të zhvillu, dhe me thonë po flasëm në për Turqi, kur i kanë ra kinez në ardhën e Evropë, nuk kam pas pare për me pagu qirana të turqve, javë kanë lanë tani milmesat. Atyne si loj dhurate edhe me u zbatu, edhe i kanë marrë turqit ato milmesa dhe e kanë bërë një loj të ushqimit që shion edhe aziatik, edhe oriental, edhe balkan. Edhe kanë shirë shumë të mirë të dhe më dhe kanë ushqimin mas që shumë. Po përgjithësi kështu ushqimet botnore, ka kush anon ma shumë? Unë kam shef shumë italiane po ushqimet aziatike ma shumë i kam qef, për shkak se ka variete ma shumë, dhe më ka disa llojet pasta për shembull janë, ka disa llojet suprave, disa llojet çajnave i kanë shumë lloje të ndryshme të ushqimeve, për shembull flas edhe për edhe perimet diçka i kanë këtë ndryshe, zakonshme i bajnë, po. Janë në gjendje me transformu pulën në çfarë ushqimi ti zbeson që është me pulës. Për shembull, sweet and sour chicken që tek ne tash kanë nisur po. Etj. Tani indian për shembull, nga India për shembull që kanë chicken biryani, kanë shumë specialitete që janë të jashtëzakonshme. Edhe besoj që na me kalimin e kohës kanë me ardhë, me hyje dhe restorante. Po për shembull jashtë ushqimet restorante më të shitura janë restorantet aziatike, sepse kanë melmesat edhe kanë shumë variete. Po kanë kulturë, traditë të ushqimit. E kanë ndrujt traditën e vjetër mira vjeçare. Çashtu që kanë bërë para 1000-2000 vjetë, çashtu e bën njëjtë. I pjekën ende bukën ashtu ata bunarat që i kanë, për shembull në Afganistan, Pakistan, Indi, njëjtë i pjekën. Edhe na e kemi soçin, po. Po, edhe na e kemi soçin. Edhe soçi është një prej po. Është një prej kulturave që kemi ne në gatimet tona. Mentor, e bërëm një hapje kështu në kuzhinë dhe të pyetëm për shijet e tua, kështu melmesat e tua, do më të në shijen tënde të ushqyerit, do të ndërpresim me një profil që kemi përgatitur për ty për tërë karierën tënde, besoj do t'jetë interesant. Ndoshta jo diçka shumë e madhe, por të paktën me të kujtu, me të ecë në etapat kohës, që nga fillimi e deri më tani, edhe kalojmë në pjesën tjetër. Patjetër. Por, panikong, për pak kështu harrua. Hitet e tua dëgjohen ende. Do me thonë janë këngët që nuk vdesin kur, janë pavdekshme. Me thonë, cilën e nisim, ndohemi prej kësaj pjesë me një muzikë të ndën. Patjetër. Mundohem? Po. Titulli është Mundohem të harroj. Unë e tufa pak e nisëm fillim, se të isha me të prezentu kështë të njësisht edhe shumit. Ty me gjithë orkestër në dorë. Sëm nga me folë. A dëgjojmë këtë këngë, e nisim qështo edhe kthehemi pjesën tjetër. Let's go. Se të kam humbur që kur ti shëndrosh në një tjetër dhe shetil për një kohë të gjatë unë dhe ti ku jemi tash
se s'për kas këtu nuk ndi asgjë Dojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkojnë ne të dy Dojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkojnë ne të dy Dhe kuptoj që unë ty t'kam humbur Se nuk ndi asgjë Mundojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkoj ne të dy Mundojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkoj ne të dy Zërat që na kërkojnë ne të dy Mundojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na Mundojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkojnë ne të dy Mundojmë që ta haroj kohën që na bashkoj Zërat që na kërkojnë ne të dy Konsiderohet si një nga këngëtarët me zërin më të mirë në trevat shqiptare. Shquhet për vokalin, origjinalitetin dhe stilin unik, derisa Mentor Haziri mban epitetin edhe si artisti I parë shqiptar, I lancuar në kanalin e famshëm MTV me këngën Tonight Is Your Night, I nominuar gjithashtu edhe për çmimin Best Adria Act. I lindur dhe I rritur në Ferizaj, me talentin e tij, do të binte në sy qysh në shkollën fillore, ku nisi edhe të paraqitej në evente shkollore. Më pas në vitin 1989 u paraqit edhe në akordiada në RTP, mirëpo masat e dhunshme e mbyllën televizionin. Dhe gjithë të ranu thanu bishkën dalë nga dalë Gjatë viteve të 90-ta, ai ka kënduar në Australi me shumë bende, përfshirë The Victoria Police Band. Sa të duket e mërmara, zanin fort po du dhe shumë
ndërsa pas vitit 2000, ajo pati me Alban Skenderajn, ku bashkëpunimi i tyre Diçka doli këngë fituese në Top Fest. Një hit që i ka rezistuar kohës, e që u bë himni asaj kohe, ku do dëgjohej e këndohej. Gjera nuk e më vlerë, kur zërin të ndëgjoj, më vëvu si për herë, më podën e haroj. Një hit tjetër po ashtu ishte edhe kënga Mundohem, të dyja këto të shkruara nga vetë mentori. Mundohem që ta haroj kohën që na bashkoj, zërat që na kërkojnë me të dy. Mundohem që ta haroj kohën që na bashkoj, zërat që na kërkojnë. I said Suksesi e përcolli edhe në festivale të tjera, po ashtu dy herë fitues në këngën magjike, pjesëmarrës në shumë ngjarje, koncerte e gjithandej ku flitej shqip. Dhe fjallë të fundit që mi the, atë dashnin ti ku e ne, atje lartë në ata sy të qonë ty. Një nga baladat më të ndjera të rockerit kosovar është edhe ajo When I Hear Your Name, e cila numëron mbi 1 milion klikime vetëm në kanalin YouTube. When I hear Edhe pse klikimet janë vetëm numra për mentor Hazirin, pasi që vlerat artistike të tij janë më të mëdha. Sa njerëz na i kujtoj me këto netët e gjata, as djeli si gjatë. Ndërsa projekti i fundit muzikor është ai Lament for Ukraine, në bashkëpunim me Sharon Gunnar dhe Dave McCune, që u lansua me 4 maj të këtij viti. Verbovaja do sheshka, bila mostečka. Po ashtu, ai brenda këtij viti, për adhuruesit e këngës së tij, është në përgatitje të një albumi, por dhe shumë befasi të tjera që pritet të publikohen në muajin shtator. Mentor, të uroj njëri mirë se ardhje në këtë pjesën tjetër, ku do të flasim pak më shumë për jetën edhe karierën në përgjithësi që nga fillimi deri këtu. Patëm rastin edhe kënaqësinë që të dëgjojmë një ndër hitet e tua, Mundohem të harroj. Shpresoj që edhe në fund të intervistës do të na këndosh edhe një ndër këngët tjera të preferuara të shumë njerëzve, besoj publiku gjithandej, do ta zbulojmë pas pak. Mentor, ju keni lindur në Ferizaje dhe aty është vërejtur talenti jot që nga eventet shkollore. Rrugtimi jot ka nisur kështu apo ke pasur ndoshta ndonjë zbulim pak më të vonshëm? Po, realisht, gjatë shkollës, kam fillu në korin e shkollës, shkollë fillore, ndikon ka qenë klasa e 4, kur fillova me këndu në korin e shkollës, tani edhe individualisht këndoja, bënim edhe teatr në shkollë, luaj edhe në teatr, tani ndikon kjo ka qenë fillimi, edhe atëherë fillum edhe në radio televizion e Prishtinës fillova që të shkoj, por që fillun masat e dhunshme me njëherë dhe unë nuk pata mundësinë që ta bëj këngën, se isha në proces për ta bërë këngën e re në radio televizion e Prishtinës në atë kohë, po hinën masat e dhunshme dhe unë bëllë, do me thëmë për shqiptarët. Pati të rinjve në atë kohë që nuk patën mundësi as pak të të përtojnë. Absolutisht. Kështu që kemi bërë tani muzikë më si që kemi bërë, do me thënë ashtu në kohën, kur i kemi gjithë shka ka qenë e izoluar, kështu si shoqëria shqiptare në përgjithësi s'ka pas drejt as shkojnë shkolla, as të
shfrytëzoj objekte të institucione tjera të ndryshme kulturore, kështu që privatisht nga shtëpia çka ka mujt me bë. Më thoni, për këtë gjeneratës që ka qenë në kohën më të vështirë, si të shkollimit, si të depërtimit, ndoshta të karrierës edhe gjithçka. Por, diçka pak më ndryshe që është si mentor, Haziri, është në shkollë të mesme ju keni zgjedhur të shkoni për mjekësi. Po është interesant, në atë kohë edhe unë mbaj mend pa ta pyet edhe profesorin Valton Beqiri, thash, ai donte që të vija unë në Prishtinë studioje muzikë, por që në atë kohë ka pas shumë post-bloqe derisa vije në Prishtinë, domethënë kanë qenë në Lipjan post-blok shumë i madh, ushtrisë serbe në atë kohë, po flas kur përfundova unë edhe shkollën fillore, edhe nuk mundësit për të studiu dhe për të ardhë për të udhëtuar në Prishtinë kanë qenë shumë të këqija, realisht, dhe vështira. Prandaj zgjodha në Feriza që studioj për mjekësi, në shkollën e mesme të mjekësisë Elena Gjika, ku realisht kam titullin në laborant jam i diplomuar, sot mund të hapin një ordinancë për të bërë analiza gjaku realisht. Por nuk është që ka qenë... është diçka shumë e mirë, kur një artist është, ndoshta disa njerëz nuk i kanë ditur që ju jeni një laborant, edhe është diçka, është për të vlerësuar se si një artist mund të jetë i kompletuar, por edhe plus ekstra një fushë tjetër. Të ketë edhe diçka tjetër. Po, edhe në lami tjera. Shumica artistëve botëror bëjnë këtë, dhe më thonë këndojnë, bëjnë, për shembull kemi edhe këngëtarin Iron Maiden, i cili është edhe pilot, i certifikuar, edhe turneun që ka pas para një 5 viteve, dhe më ka qenë ai i cili komplet ekipën e ka pas në aeroplanin e tij në Boeing, dhe ai ka pilotuar, dhe më thonë, për të gjitha vendet ku kanë shku me këndu. Dhe më shumica artistave botëror, për shembull kemi edhe gitaristin e grupit Queen, i cili është edhe astrofizicient, është një ndër astrofizicientët më të mirë ndoshta në mesin e të mirëve botëror. Dhe më thonë, ata nuk është që bëjnë vetë muzikën, për bëjnë edhe një pjesë tjetër të karrierës kanë qef që ta sfidojnë vetën më shumë. Kjo e bën një artist edhe më të kompletuar, këto do është ta me thonë, edhe më të kompletuar. Absolutisht. Jo vetëm artist, por kompletohesh ta mam artist. Po, edhe në përgjithësi unë e du shkencën shumë, unë e du astrofizikën absolutisht. Shkenca është mendoj që më ka shty shumë me lexu shumë edhe me mësu, edhe me u përgatit për jetë, për shkak se shkenca beson në dëshmi, në evidencë, nuk beson pralla, edhe është një ndër pikat kyçe, shtyllat kyçe të civilizimit tonë që e ka shtu jetë gjatësinë e gjithçka që ka bot mundur për njerëzimin me hecë përpara. Prandaj unë kam qef, nëse s'isha bë këngëtar, ndoshta isha bë shkencëtar. Po flas, edhe pse e du astrofizikën shumë, kam qenë 2 herë në NASA në Houston për ta vizituar, domethënë komplet pjesën qendrën operative ku lëshojnë raketat e mëdha me fuqi të jashtëzakonshme në vendet ku është salla operative ku i marrojnë gjithë ato raketat, më është diçka jashtëzakonshme. Kam qef me eksploru më shumë se sa arti dhe muzika që bëj. Në fakt, pastaj mbetëm tek pjesa e luftës edhe të shkollimit jot, por gjatë luftës ju zgjodhët që të shkoni në Australi. Jo, në fakt... Ku keni përformuar edhe atje? Si ka qenë shkuarja jote atje? Unë nuk është që zgjodha, realisht... Është një ndër vendet e preferuara të mia. Puna e Australisë ka qenë unë nda nga familja për tik me dajallarët e mi në Shkup, dhe më thonë ne ikëm në tren, sepse fillun dhe të na gjuan në shtëpin ku ishëm në Ferizaj, dhe ne unika një ditë dola me një ditë përpara me dajallarët, kurse prisja që familja ime të vinin ditëve të tjera, për fatkeqësisht u blloku treni më nuk erdhi andej, dhe unë kam qenë vetëm atje në kampin e refugjatëve në Stenkovec paraprakisht, ku aty kam nejt një muj, për fat mire kam njoft anglishtën edhe atëri kam ndihmu njerëzve dhe fillova të punoj në zyrën e Australisë, dhe aty nejt tani muj, kurse tani vetë stafi më morri dhe më tha du të vish në Australi, sepse kushtet kanë qenë më të mira, edhe unë shkova në Australi, po kam shku vetëm, do më nuk është që kam shku dhe zgjeda për shku, po ishin ata që insistuan që të shkoja unë atje, sepse Sa qëndrove atje? Atje kam qëndru dikon 5 muje, diçka,
po ka qenë eksperiencë shumë interesante për shkak se ne kemi shkuar atje serve gjatë luftës, nuk ka qenë përvojë e mirë për shkak se ne kemi qenë të ikur nga lufta dhe sidomos rasti im ka qenë rast goxha unik sepse nuk dija për familjen time asgjë. Domethënë lajmin që e ka marrë ka qenë kur kanë hyrë trupat e natës, për fat të mirë ka marrë lajmin e mirë që ata janë gjallë dhe mirë. Fatkeqësisht mirë jo, për shkak se kanë lëviz në vazhdimsi dhe janë fshehur sikur mint gjatë luftës duke u fshehur nga forcat serbe. Kështu që po në Australi se kam qenë atje s'kam nejt radhë, më thonë kam këndu dhe atje, kanë qenë një band që vinte performante për ne, kanë qenë Victoria Police Band, dhe sarë vinin ata, këndoja dhe unë me ta, bënë një listë, këtu këndoja, kam qenë pjesë aktiviteteve kulturore dhe atje për të arktu shumë qindra e refugjat që kemi qenë në atë kamp atje, që kemi qenë në qytetin Melbourne. Melbourne ishit? Po, në Melbourne. Me thënë një metropol në vete. Absolutisht. Të marë kemi qenë një bazë ushtarake, cila ka qenë afër Melbourne-it, po definitivisht Melbourne dhe Australia qëndrojnë për mua një ndër vendet më të mira në botë për të jetuar, për shkak se ka një sistem të jashtëzakonshëm social, të mirëqenie sociale, mendoj social welfare, edhe ligjet gjithçka janë është një vend kogja liberal, është një vend i cili e ka një stil amerikan të zhvillimit kapital qyteteve, por që ka një social-demokraci për brenda të jashtëzakonshme. Është njëjtë si Kanada, domethënë, po që hala më e bukur. Unë kam qenë gjithkanë nëpër botë, po prapë mendoj që Australia është në vendin e është ndër vendet më të bukura në botë. Por një i ri që shkon në Australi, qëndron 5 muaj dhe ka mundësi të ri në Australi dhe nuk qëndroj, ku është problemi? Po jo, domethënë unë jam rrit me substancën e asaj që çka është liria, kurse kam di çka është liria. Domethënë kam shkuar në Australi, 19 vjeçar kam qenë. Edhe kur shkova atje, nuk prisja më kthy sa më shpejt për me pas se çfarë ndodhi në Kosovë, me pas se çysh frymojnë shqiptar të lirshëm, sepse unë u linda dhe u rrita në okupim. Gjithçka segregume ka qenë për moshën time, domethënë gjithçka ka qenë ndaluar në atë kohë. Edhe mezi prisja me ardh me pas se çysh mund na me frymu si është liria me pa. Kështu që një për arsyeve ka qenë kjo, edhe vetëm një arsye është që normal me pa dhe familjen, pasi që nuk dija, për ata unë ndam keq gjatë luftës, kështu që kjo është një nga historitë dhe arsyeja është kjo, as 2 herë se kam menduar, domethënë jam kthy me një herë. Por që mentor sot në liri të rinjët kërkojnë që të shkojnë në Australi. Si e komenton të E vërtet është të rinj tek ne. Kjo faza jone e Kosovës në këto 20 vitet e tranzicionit nuk është që ju kanë kontribu mirë të rinjve sa i përket pavarësisë tyne sociale. Mendoj që të rritë në këtë kohë duke pas një drek me hangër të shtëpia, duke pas mos me pagu qira edhe duke u vesh mirë edhe duke bërë luksin në Kosovë, sepse luksi këtu është shumë i lirë, jam shumë të bukur, vajza shumë të bukura, dhe duke u bërë kështu nuk kam punu asgjë, sepse në Kosovë nuk është që ka pasë punë, papunësia është e madhe, por ja që të gjithë duken bukur. Unë bëja një shembull në ditë me disa miq ekonomistë japonesë, nëse qenë në fabrikat gjithë këta kullera që po i shohim këtyre kafiqave që po duken bukur, nuk e vnojnë atë farë këcelën për me shku me punu në fabrikë, sepse i ka kriju në një mënyrë tranzicioni të rinjt i ka bërë parazit. Dhe duke i bërë parazit, ata këtu nuk punojnë. Nuk punojnë zënjan Burger King apo në McDonald's në Kosovë, por nëse shkojnë në Gjermani punojnë atje. Prandaj që ndoshta është edhe ky izolimi jon për shkak të liberalizimit vizave që të rinjt realisht dojnë me shku me pa botën. Unë mendoj që duhet me shku me pa, se kur shkojnë atje shohin që pa punu nuk ka asgjë, duhet me i gra për me punu dhe për me pas pare. Këtu tek ne tash, fatmirësisht kjo rendi jonë social dhe familjar, na i mundëson neve që mos të paguajmë qira, që ta kemi një shtëpi që kemi trashëguar nga prindrit, bla bla bla, gjitha janë këto skema sociale në cilat ne jemi trashëguar. Kurse në Gjermania duhet me pagu qira shumë të madhe, duhet me pagu për me hangër me pi, duhet me pagu për tesha, etj. Duhet t'i mbaj edhe 2 puna. Po duhet mbaj 2 puna. Unë mendoj që duhet dalin, edhe mendoj që edhe nëse liberalizohen vizat të rinjt kanë me dalë, kanë me pa botën, po mendoj që kanë me u kthy prapë në Kosovë. Unë nuk mendoj që kanë me nejt atje për shkak se atje kërkohet shumë punë. Dhe
mendoj që më mirë është më kthy me punu për vendin tanë se sa me shku me jetu dhe me punu për dika tjetër që se njeh, edhe që kemi jetu gjithmonë me mallin për Kosovën. Po, kështu do me thënë punë për punë, punojmë bile këto. Absolutisht. Qashtu po e lojmë. Mentor, ju u kthyet në Kosovë dhe ju qaset seriozisht muzikës. Do me thënë, cilat ishin ato strategjitë tua për të futur fuqishëm në muzikë? Realisht, plani ka qenë që të bëjmë diçka interesante, talentin e kom pas, u bashkova... Ishte edhe grupi... Po, u bashkova me Andosin. Andosi është një super muzicient, një mikimi, një koshi jemi, edhe ai më parë ishte në grupin 7x7, tani e bëm grupin bashkë me të, edhe e bëm edhe albumin bashkë. Do më thonë, ka qenë një farloj sinergjie për bashkët që të bënim diçka që të japim skenës muzikë të mirë dhe fatmirësisht u shpërbly shumë bukur. Atëherë ndodhi Top Festi, ishte një festival shumë i madh në Shqipëri që nuk ndodh më dhe u mbledhën gjithë hyjet aty, e bëm një këngë bashkë me Alban Skenderaj, bëra një këngë, ai ishte mysafir tek unë, e bëm rastësisht ashtu në bashkën time. Doli shumë bukur, e punuam nga daldal dhe fituam vendin e parë me atë këngë. E mbaj mend, si sot. Me këngën diçka, kështu që ka diçka jo e rastishme sepse ne kishim produktin, por edhe ishte një farloj bashkëdyzimi, një far cultural exchange apo shkëmbim kulturor mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe arritëm që ta fitojmë vendin e parë në një prej festivaleve më të mëdha të asaj kohe. Domthonë ka qenë diçka edhe puna edhe fati gjithë bashkë kanec kështu të bashkëdyzuar apo. Dhe që nga ajo nuk jeni ndalur mentor, keni sjellur edhe shumë hite të tjera, të cilat edhe solo kanë depërtuar jashtëzakonisht në zemrat e fansave, në zemrat e publikut. Do doja të di atë ndoshta sekretin e inspirimit tënd, se si ato përzgjedhjet e melodive, pastaj përzgjedhjet e teksteve, sepse brenda një teksti është një libër i tonë, është një roman, është një domethënie. Absolutisht, çdo tekst që unë shkruaj edhe ashtu, shpresoj se shpejti ka me botu edhe një vepër time artistike, me poezi kuptohet. Mendoj që unë jam kap gjithmonë në ngjarjet sociale që kemi pas, në dashuriçkat e njeriu, kështu e kisha thënë, domethënë gjithçka është rreth jetës që ne kemi bërë këtu. Dhe që po e bëjmë. Çdo tekst ka diçka pikat vogla të këtij oqeani që kemi jetuna këto 20 vite në Kosovë pas luftës. Tani më po bëj albumin e ri dhe ky albumi jemi i ri më ka më ngjall diçka të jashtëzakonshme për shkak se... E këtu ngjall kuriozitet edhe të gazetarëve, të prezantuzëve këtë rastione. E përmende albumin e ri. E dëgjova mirë, do të kemi një album nga... Po, jam duke punuar në albumin e ri, është një album i cili ka me pas motiv dhe inspirim Malsin. Unë e du Malsin shumë për shkak se Malsia është një prej rajve të gegnishtës dhe të fiseve të para shqiptare cilët e kanë rujtë, dhe me thonë, kulturën tonë, rënjët tonë atë jashtëzakonshme që kemi. Edhe në veprat e historianëve më të mëdhenj, flitet që në vazhdimsi, rajt edhe i lire, edhe tona që kemi të vjetra, sidomos në veprën Noel Malcolm, që është Kosova një histori e shkurtër, ai në vazhdimsi flet për Malsin, se si është një pishtyllave kryesore të ruajtjes së identitetit të qenit shqiptar. Unë kam hulumtu kogja atë pjesë, kam qenë edhe vetë në theth, është i vetmi vend ku këmba e Perandërisë Osmane nuk ka shkel kurrë, dhe i shet gjithë ata prefrit franceskana ashtu të veshun, është kulla e ngujimit aty, këndojnë ata me një flet në gojë ende, barinjt aty, domethënë janë tradita të cilat nuk janë zhdukur që... Domethënë kjo është inspirimi i albumit tënd. Po, kam bërë edhe më herët këngën e, domethënë është Shkodra dhe Malësia, domethënë ajo e cila ka me, që me thonë, me rrotullu zanin dhe melodin në albumin tim, ka me qenë dhe kjo inspirimi kësaj treve. Kushtet jenë bashkëpunëtor të këti albumi, mentor? Bashkëpunëtorët janë, sa i përket muziciantëve, janë të gjithë irlandez, janë muziciantët më të mirë irlandez, kam edhe producentin Dave McCune, që është një ndër producentat më të mirë në Irland, te ka në studio për e bëj, janë... Do
do të kemi domethënë kogja një orkestër shumë të madhe, do të kemi edhe Sherongajnësh dhe bëjnë korët, kurse në disa këngë të këtij albumi kam punuar me Eriona Roshitin, që është një ndër kompozitorët dhe profesoresh e Akademisë së Muzikës në Tiranë, edhe Duket një kemi shumë një ngusht. përkushtim Po, shumë i madh. po, Do të jetë absolutisht. diçka shumë artistike, mezi po presim. Do të jetë shumë artistike, unë mendoj që një këngëtar, një artist do të qetë diçka, do të bëjë diçka artistike për shkak se albumi i një artisti është pasaporti i tij dhe ajo do të jetë kogja unike. Do të filmohen të gjitha këto me performancat që do t'i bësh, sepse i duam, t'i kemi, t'i shohim. Përveç dëgjimit, do të filmohen të gjitha këto videoklipe, Po, do të filmojnë, po. Unë nuk po zbuloj shumë, po një prej tyre kam edhe do të ripërpunoj këngën e Bajram Currit, që është këngë shumë e vjetër, që ka këndu Dervish Shaqa. Edhe atë do e bëjmë, jemi në plan me mikun tim Liridon Metushin, duke bërë një skenar të asaj, gjithashtu me produksionin Time Pictures, me cilë punojone, që janë nga Ferizaj, që është super produksion. Domethënë jemi në plan se si ti filmojmë ato. Në fakt e mendova sikur një mini koncert me gjithë performancat. Po mirë do ishte, po do të ishte mirë. Si mini koncert është realisht si lloj performance një këngëtari në një studio. Ne po dojmë që të bëjmë ato, unë po du që të bëj ato më filmike, domethënë me ngjarje të ndryshme. Për shembull kam një këngë që quhet Vajza e Vuthajve. Edhe është një legjend në fshatin Vuthaj, që është një fshat prallor, që realisht është në anën tjetër të Malësisë, në Malëzi, për është trevë shqiptare, dhe aty është një legjend ku Bajlozi Zi flitet në kohën e mesjetës, në kohën e Ilirisë realisht, flitet që ka ardhur me marrë vajzën e Vuthajve, që ka qenë shumë e bukur, e kanë dëgjuar dhe vjen me marrë mirë, po në momentin që vjen me marrë, kjo lufton me tërë fshatin që e ka aty, bëhet një luftë shumë e madhe, dhe në fund ushtria shumë e madhe Bajlozit rrinë për me javra gjithë ushtartë kësaj, kjo mos me i ra në dorë, dhe më thonë kërcen nga maja e vajzës, si thojnë. Atje është një majë tipike interesante, edhe unë ja kum kushtu një këngë kësaj princeshe të Malësisë, edhe ka dalë një këngë jashtëzakonshme, dhe po ashtu edhe videoklipin kemi me bërë në Vuthaj, sepse është një vend magjik. I ftoj edhe televizionin e Juve me një gusht kur bëhet atje një lloj manifestimi i fshatit, është veç kur të shkoni edhe shihni se çfarë ka. Zon sojvar aty, sa lument janë, sa ajo bukuri shqiptare është e jashtëzakonshme. Kështu që gjithmonë duke i falendëruar edhe mikut tim doktorit Jusuf Ula, i cili më ka inspiruar gjithmonë për Malësinë, edhe sidomos sepse ai vjen edhe nga fshati Vuthaj, edhe do ikim të realizojmë videoklipin atje, do ta bëjmë një super film për këtë ngjarje historike. Kur pritet që dalë albumi? Kismet, po planifikojmë ka shtatorit e torin, nuk ka nëjë datë caktume, po... Po, gjithsesi vjeshta do tjetë... Vjeshta do tjetë ka gjë, me një produkt shumë mirë artistik. Që po e presim edhe ne me padurim. Ta tjetër. Do të kisha pas shumë knatësin që të vinit përsëri, në e djela vlenë edhe të kemi disa performancat të tila, ti mbajmë edhe ne në arhivën tonë. Kismet. Mentor, si e sheh muzikën sot? Muzikën përgjithësi si një profesionist që jeni ju, besoj na duhet një mendim edhe nga ana jote. Muzika sot është, në muzikë, është një shprehje që quhet repeticion, domethënë përsëritje, dhe gjithmonë profesionistët, muzicianët profesionistë i ikin repeticione, domethënë në vazhdimsi nuk provojnë që të ripërsërisin gjën e njëjtë. Fatkeqësisht muzika në Kosovë dhe në Shqipëri është duke u ripërsëritur. Kemi një reggaeton i cili sillet që një 7-8 vjetë në vazhdimsi, edhe është muzika njëjtë që ne jemi të. Jo, po është tha njëjtë në Evropë, nuk është njëjtë në Evropë, bëhet ndrysh muzika. Në Amerikë bëhet ndrysh muzika. Domethënë reggaetoni është ka lind nga Amerika Latine dhe vjen në bazën e ka tek karnevalit e Brazilit, tek femnat e cilat kanë vallëzu dhe kanë kriju domethënë ritmin 4/4, që është ritëm reggaetoni për të vallëzu në karnevalit e Brazilit. Pra aty ka rajnë. Edhe ne kemi adoptuar që s'ka të keqe asgjë, po mendoj që vetëm ky zhanër është bërë tani më një repeticion i zakonshëm, po edhe është bërë monotone si zhanër. Mendoj që producentat, këngëtarët duhet të hulumtojnë më shumë, të bëjnë më shumë të japin nga vetja sa i përket prodhimit, prodhimtarisë, të prodhojnë këngë cilat janë më të kapshme, prodhojnë këngë cilat janë që pak a shumë
e qesin në pah dhe artist lakon e tyre, jo vetëm të bëjnë këngë për qefe dhe teke financiare, po të bëjnë diçka që i qetë në pa edhe ata si artista. Të bëjnë diçka me akustike, diçka me band, me orkester, jo vetëm atë reggaetonin. Ta kenë pasaportën. Po, ta kenë një pasaport vetën. Sido që tjetë, mendoj që në kohën kur ne kemi bërë albumin, ka qenë një album jashtëzakonshëm i një rap grupi që pa dalë në atë kohë, dhe unë mendoj që nuk ka ma si rap grupi, është grupi Enar për shembull, që ka qenë një ndër grupet dhe do të jetë grupet legjendare të rap muzikës në Shqiptari. Do të jetë në historinë e rap muzikës shqiptare, patjetër. Kështu që unë ata i kisha veçu si një ndër bendet cilat kanë bërë kogja revolucion sa i përket hip-hopit, edhe kurse muzika tani fatkeqësisht është kjo, është duke u përsëritur në vazhdimsi. Mendoj që gjithë artistët duhet të hulumtojnë më shumë nga vetvetja, qesin më shumë nga vetvetja dhe të bëjnë edhe në balad, nuk do të thotë me bë vazhdimisht këngë up tempo apo të ritmit të shpejtë si që tojnë ne. A beson se ka këngë verore, hit verore dhe këngë dimrore? Nuk ka. Aja është, s'di është. Hajde ta bëjmë një këngë për korregusht, një këngë ta bëjmë për shtator tetor, një për... Nuk ka, kënga het është këngë het. Për shembull ki Adele që la e shet stadiumet për 3 orë në përket botën, pa e ka vetëm balada, dhe me thonë, nuk ka këngë të verës, dimrit, vjeshtës dhe të promojës apo të ngritës apo të arktikut. Mentor, ishte kënaqësi që të kem në bisedë. Faleminderit shumë. Jo vetëm si artist që je, por edhe si personazh, si personalitet, një njeri i kompletuar, një artist i kompletuar, do të thoja kështu. Do të kisha kënaqësinë ta përfundojmë edhe me një performancë tënde. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jem. Shpresoj që të kthehemi prapë, nuk do të çtjet hera por. Në vjesht, me albumin e vjeshtës do të vish. Kurse po e këndoja një këngë që është një ndër këngë që pëlqejt ende, këndohet gjithka ku këndoja një live, quhet Të fal. Yeah, let's do it. E ndjekim bashkë. Kënaqësi, mentor.